Të premten në ora 10 paradite ka njoftuar se kryeministri që kreu vrasje shtetërore do të paraqitet në prokurori. Në 21 janar 2011, qeveria vrau Alex Nikën, Ziver Veizin, Ekuran Dedën dhe Faik Myrtaj. Asnjëri nga e njëjta krahin me tjetrin, as vetëm Gej, as vetëm Tosk. Kësaj të premteje mund të ndodhë. A do të arrestohet kryeministri? A do të përgëzohet? Apo do t'i merret qimja si ekzemplari rrallë për hetimin? Këtë nuk e dim. Dim që kur nuk u binde, kur nuk u hetua. Mund të ndodhë që prokurorët ta vënë në makinë dhe ta dërgojnë te varret. Te varret mund të kryet autopsia e dytë e viktimave. Herën e parë u krye dhe doli se të vrarët ishin fajtor. Viktimat kishin qelluar mbi kryeministrin dhe e kishin kthyer në viktim. Të paktën kështu than prokuror, hetues, mjek dhe media. Po presim të varret, edhe kësaj here po presim. Këtu, e kudo në botë, stinat e vrasjeve nuk janë vetëm 4, as vetëm 1. Pardja u vra një nga më të shquarit në grupet mafioze të vendit. Ngjarja ka bërë bujën e dynjas. Vrasja ndodhi në preherin e monumentit të Nën Terezës në aeroportin e Rinasit. Por kjo nuk është si vrasja shtetërore e 21 janarit në preher të qeverisë, në bulevardin e Mall të kryeqytetit. Janë 2 ligjësi. Mafiozit e kanë profesion vrasin e njëri tjetrit. Kjo është ligjësia e këtyre të Nën Terezës. Ligjësia e dytë, do më thënë e para, është vrasja mes 2 grupimeve, qeveri-popull. Kjo është ndaluar. Kur ndodh kjo, siç ndodhi në 21 janar 2011, atëherë shembët bota. Frym njeriu nuk mbetet mbi dhe ose mbeten dhe jetojnë si figura prej dylli. Zoti me këtë rast u del në ëndër të gjithëve dhe u thot, kur ta gjeni drejtësinë për të vrarët nga qeveria, atëherë ju afroj në preherin tim. Tani jeni në preherin e djallit. Por po ndodhe kundërta. Kush vritet mafje, ai nderohet më shumë dhe flej i qetë në varre. Prandaj po e presim kryeministrin vrasës atje te varret me qëllim që edhe ai t'i shikojë me sytë e tij, nëse nuk ja kanë marrë qimjen. Do t'i shikoj se si paguat hakun mafje dhe se si shteti nuk ka kërkuar pagesë me drejtësi që nga 21 janari 2011. Kush mund ta falte krahun e djathtë të Shullazit? Pak më vonë askush nuk fal këtë që vrau sot. Por si u vra Gilmando Dani, në preher e monumentit të shenjtores. U vra pa vrar asnjë kalimtar, asnjë varr, asnjë njeri nga populli. Krahasoje me qeverinë në 1 janar dhe 2011. Halldupat e qeverisë, nisur që nga kreu, vun mitraloza, kalashnikov, snajper, deshën të vrasin Edi Ramën, por vra 137 plus 4 vetë tjerë. Vetëm 4 prej tyre shkuaj qiell, edhe pse qeveria u afuti plumbin të gjithëve pa dallim. Mafia është më e mirë se qeveria. Ajo vret atë që ka për të vrarë. Qeveria e vrau të gjithë të gjallët dhe tani qytetarët ecin si sende prej dylli. Mafien e gjen menjëherë kush vrau cilin. E gjen edhe nga Londra apo nga Dubai. E ndjek në burg apo në varr dhe i dëshmon reprën e kryer. E ndjek në avion, e zbret nga avioni, i kontrollon pasaportën, i njeh makinën, i del në rrugë dhe i thot, ti je Gilmand. Shteti nuk e bën këtë. Ka 14 vjet që nuk gjen vrasësin e 4 plus 137 vetëve që vrau në oborin e qeverisë. Se kaq është numri i tyre sa i takon dorës vrasëse të shtetit. Edhe si kur të ishte vetëm një që vrau nga shteti, prap po kaq prej dyllit të ishte qytetaria. Edhe pse gjatë 14 vitëve është rritur aftësia zbuluese të shtetit ndaj krimit deri në 95%, vrasja e 21 janarit ka mbetur te 5% që nuk zbulohet. Mafia në këtë rast është 100 herë më e bekuar. Përveç 2 ligjësive të para, qeveri mafje që do të zbulohen të premten të vërret, është edhe e treta. E treta është se qeveria e vitit 2011 ishte edhe shtet edhe mafje.